ndodh një gjallë tregimi quhet agjerimi në diktaturën e nënës Nahile. Ka thënë për një gruaj që ka qenë në kohën e Shqipërisë, kohën e komunizmit, ai ka thënë për veten e vet. Thotë regjimi komunist e pa pushtu Shqipërinë. U kthye në armikun numër 1 të fejes dhe këtë armiqësi thotë e ka manifestuar duke prishur xhamia dhe duke i ndaluar njerëz të agjerojnë. Ju në kohën e komunizmit, sidomos në Shqipëri, komunizmi regjimi që ka qenë i flisht, xhamia të kiqet i ka anu, edhe ata të cilët kanë munduar me manifestu dhe me simbola për shenjë fejes, qoftë namaz, në agjerimin së xhatit, këto e kanë likviduar. Dhe se të flisht. Por atëre në ndalëshin edhe agjerimin me qëllim me shrenos imanin dhe besimin në zemrat e njerëzve. Kjo nëna Nahile Dervishi, 63 vjeçare, nga Bërculli i Tiranës, tregon barbarizmat e këtij regjimi që ka ushtruar mbi të dhe të gjitha ata që agjerohen gjatë asaj periudhë që kjo ka jetuar. Ajo ka filluar të agjerojë në moshën 12 vjeçare. Në shtëpinë e babës saj, familja Picari nga fshati Mazrek, një familje e vjetër Tirane, e njohur për traditën e hershme fetare. Në moshën 18 vjeçare, ajo martohet me një familje muslimane tek dervishët e Bërcullit në vitin 1967. Kjo i ka para gati 50 vite, para 48 vite. Atër kur ajo filloi periudha e komunizmit mbi fenë dhe besimtar. Në komunizëm nuk na lenen me agjeru. Na banë do të presion. Na thoshin se nuk ju japin punë nëse ju agjeroni. Kena mjellon karamela dhe llokume, na çonin në punë të rënda, por unë kur nuk e kam prishu agjerimin. Tregon kjo nëna Nahile, unë vërtet prish agjerimin se nuk do të jap punë, thot kjo nëna, atëre ishte nuse e re. Kur më thoshin prish agjerimin, se ti punë s'ka për ty, u përgjysha vetëm kur prishet fytyra jote, se unë agjerimin nuk e prishim kurrë. Besimin e dhejë që ka pas nguritur në zemrën e saj, nuk kishte forcë mja qërenjohës askush. Aja jetonte me një familje prej 40 veta persona. 7 kurora, 7 burra kanë qenë rena në një shtëpi. Dhe të gjithë agjeronin dhe përkundër presionëve të atij regjimi, që siç thot kjo 63 vjeçare, shkof e mos u kthej ky regjim i komunizmit. Aja rente deri natën vonë duke dëgjuar axhallarët që flisnin për fenë. Në shtëpinë e saj, ku dhe mësoi rregullat e falës, e që për vitet 1985, aja nuk e ka ndërprer për asnjë moment faljen e namazit dhe agjerimin. Edhe kur isha në Leoni, që i thotë na gruaja, Lauz, me fëmijët e vogël, edhe sa xhallar më thoshin se nuk ka problem, mos agjero, se fëmia duhet të ushqet, unë përsëri thot agjeroja dhe falendroja Allahun se çushti i xhirit më vinte më shumë se sa kur merre ushqim dhe fëmijët ishin më shëndetshëm, edhe më mirë kur farsëmundje, asnjë sen. Interesant, vetëm se ka bën jetë të agjerojë fise bilillah. Njëherë do tregon kjo gruaja e moshëritur, ishte Ramazan, dhe ishte duke agjeruar, kur shkon në punë te brigaderi, e brigaderi thot, shkon në shtëpi se nuk do të jap punë, nëse nuk e prish agjerimin. Mirë po nëse ikte e humbte ditën e punës, atëre lekët ju dushin parët, ishin familje madhe. Ne nervozojshmin, ajo ngrit ke la, që kjo gruaja para brigaderit e ke, më jep punë, se pasha Allahun dhe Zotin ka më të re. Ose kënë më dhëtë punë, ose ka më të re. Qa bërden ishe gruaja. Derisa s'ke turp thot, që të më thuash prish agjerimin, asur nuk kam turp, më thonë se ka më të re me dorë mbi kokën tane. Edhe thoshte, Allahu s'po pa merë për keqe këtë rrim. Vetën e vetë e kje, o dhe qëma së mase për të madhe, që shpethan tina. Masa të snivet madhe, më thonë prishe në limin, se gjej punë për një gjestja punë, atërë dhe orësë vjen turp një thonë, ka më të godit dhe ka më të re. Edhe kurën e sa Ismailin, i cili punonte në plektori, disa e ka ndashur ta pushojnë nga puna vetëm se agjeron. E nëna Nahile të regon se për kundër njerëzve të tillë kishte edhe njerëz të mirë që jepnin ditën e punës dhe i linin në pushu. Por këto ishin rastet të pakta. Ka pas njerëz të mirë që na jepshin punë edhe na ishin në pushu se ishin agjerueshëm, mi po pak, rrallë ishta. Edhe çka thot derisa
familja ime ishte në Shënjestër. Shteti e dishin se familja ime në fetare, këtë agjeron. Edhe në cak na kishin. U thosha një ditë kunatëve, nëzitone të shkojmë me ardhë në punë, që të mos në kapin për lafe, me ban një po banoni, po agjeroni, i thosh me hajte me ardhë shkojmë i punë. Por dhe për kundrë kësaj, ata shpeshe këthejshin e shtëpi pa ditën e punës. Herë tira, dërgojshme lartë nga përfshatra duke ecër, ka 3 orë në kamë, duke agjeruar në pikën e vapës për të bërë punë të randa. Me qëllim që të dërzojshme e të aprishme agjerimin. Por thot nana Naile, kur nuk e prish agjerimin. Dhe në punë ishte e para, e cila kafsha kanë normën e punës. Edhe sikur të vdisja nga lodhja, unë kur nuk të të aprish agjerimin. Për kundër lodhës dhe mundit të punë, a ishte e lumëtën, nga sa agjeron të vetëm për rritë Allah të rëshamë. Lodhë e mundin, e ka një knasi lumëtëri gjatë agjerimit. Thonë bajnë men njerë që ishte shumë vape madhe. Më thaj buza edhe më bajt gjatë. Por e falendroja Allahun që më jep të fuqi dhe shëndet për t'i përballu këto të lashe. Në vakën e drekës, gratë të tjera që nuk agjeroshin, u ullën për të ngranë drejt. Dhe më thanë edhe mua, eja e ullë dhe pusho, por unë nuk pranova. Allahu më dhe një fuqi, e hapa një grot kumplës 1 metër katorë me 1 metër e gjysmë të dhejt, shumë shpejt. Se në arko punonin me hapin e gropove të mbjerëve të pemve. Punë shumë e vështirë, pasi toka ishte këtë gridhë, me guri, rënë dhe nuk ka për kur farë me kolelër. Gratë e tjera u abetën dhe thoshin kush e ndihmoj këtë grujen që e hapi këtë grupë. Unë pësisha dhe një pësisht më vetë e keqë, sepse ata nuk kuptoshin se fuqia Allah është e pra kufishme. E nëna Naile kujton se me dhimbje një ditë të cilën aja qua si ditët më të vështirë të jetës e saj. Isha 7 zane në muajin e 7, duke agjeruar, ishte vabë shumë e madhe. Dhe më quan të punoj me vjellë, pejnë dhe perive, duke bajt dhe ngarkuar cunga të ndaj në traktora. Arka, që ishte ma trunguj, ishte shumë e ramë dhe bizi ngriqa. Kishte plot jenë të ri që ngarkonin, por nuk i dinin të më ndihmonin. Vetëm që të me detyrojnë të aprishi agjerimin. Me soj kam përballuar atë për agjerimin nuk i kam prish. Në darë në zonë e dhimbje dhe unë bashkë fëmijën. Subhanallah. Fëmijën i kam dhejkë. Mirë po se ka prish agjerimin. E pse ka pas të lejushme. Mi po bindja dhe në Allah të nëshamë. Ha? Knacien dhe lezetin që e ka një, aja është në gjendje edhe këta. Me sakrifiku dhe të mos me dru knacien e Allah të nëshamë. Fort në darë në zonë dhimbje dhe unë bashkë fëmijën. Të regone për lovë të remoshuar kja plaka, për kundër uritët që ka pratë regjimin barbar komunist, edhe pratë persona që kanë shaktorë vujtët dhe torturat të përfonshme, si shpregon, thot, në nëzorën dhe shkumën. Aja ndjedhët një kërcit madhe, pasi përbalë këtë tyve sfidave, ka qëndurur besnik në lidhe me Allahun, dhe kur nuk kam prishur agjerimin, dhe kur nuk e kalon faljen e 5 vakteve, dhe kur nuk është ka qenë për atyre që ju ka ba armitsi kryusit Allahu Gjereshanu. Kur është shëndët komunizmi në vitin 1990, aty ishte jeta jonë. Në duke sikur se kishën dalë dënja për zdyti. Së kjo dënja? A ka jetu barbarizët madhe. Shprejet e lumë të kjo besimtarja e mashëritur. Tash në jo kishte mundësi të shkon të lirish në xhamin që ndërtoj fisi ti. Kishte mundësi ma qëru lirëshëm pa kur farë mundime dhe rëkupimi. Tash në këtë kokët është gjuna. është gjuna me thamë nuk ka qëroj. Majnon. I thot rive, ka të buket njare. Thot që është të kreveqarja, shprejt kënashur, thot, tani ka ndryshuar kora. Janë të lirë. Tash mund me të bashka të duash. Shumë shotërin të reja të cilë vina për xhami, falin, agjerojnë dhe janë lidhur fort me Allahun Gjereshanu. Ai sistem më thot nuk ka kaluar për ma, nuk thej për zati. Madhëri Allah ka dhe ka largu. Ai tregon thot se ka dhe nga ka persona që atër e detyrojshin me aprish agjerimin, mirë po, sot e t'i po në xhami, edhe thot unë e knaqna. Andaj ju këshilloj thot që 51 Ramazanën e maj. Në dipër dhe verë, 3 sistemet të ndryshme, 9 e 7 fëmijëve,
tani kam 63 veçar, misje prestot të agjeroj 52-ën të Ramazanit. Vllazë, kjo është për neve një mësim. Kusor, lejt plot, kur kus muz, as një patron, as një kars, as një kompani, as një film. Haje, pije, edhe me një me fa dikan, nuk më i ma agjeru, tur për i ma, për se grujës me një këtë fjalla, kjo është tur për i ma. Mos foni për Allahu Gjeleshan. Këshere dhe zëtë dashër, qëfar shtypje ka në basë nuk e ka lanë, bindje e fort. Shpërblimin e Allahu Gjeleshanu i ka dha shtyrë dhe motivim me vazhdo në rrugën e Allahu Gjeleshanu.